Dy ish luftëtarë të ushtrisë qërimtare të Kosovës kanë fluturuar mbi qiellin e Obiliqit. Njëri kampion në paraglajdinë e tjetri politikan, tash kryetari i këtij qyteti. Gjafer Gashi, njëri nga komandantët e Koshares, dhe Fanol Shala, i njohur për sukseset në sport. Kësaj, dy qërimtarët shënuan për vjetorin e çlirimit të Obiliqit. Për kryetarin e komunës Gjafer Gashin, kjo festë për te i rëndësisë është e veçantë edhe në aspektin personal. Kjo diçka e veçantë, është hera e parë që bashkë me Fanol Shalën, një invalid i ushtrisë çlirimtare të Kosovës, që tani më është kampion në botë, renditet mesin e pesëve me shumë tituj, kjo shumë e lehtë të e njoft profesionalizmin e Fanolit, ekipës, dhe nisja ke mirë dhe atërimi ke jashtëzakonshëm. Gashi edhe në këtë ditë feste kujton atë se çfarë ka përjetuar gjatë rezistencës dhe luftës për çlirim. Ka kujtime shumë, më kujtohet në vitin 1998 ishëm në Zvicër bashkë me Agim Ramadanin, në mars pasi filloi betejë të familja komandantit legjendar Adem Jashari. Vesni edhe me herët ishëm duke i bërë disa përgatitje që të rikthehemi përsëri në Kosovë, sepse shihej se Kosova nuk do të jetë e çliruar edhe pa rrokë armët, dhe ka qenë momenti ndoshta më i rënd për neve kur e kemi pa ngjarjen se si po zhvillohet në Prekaz, dhe nga ai moment ne kemi filluar të përgatitemi dhe me 11 mars kemi arritë në Shqipëri. Për aventurën mbi qiellin e Obiliqit, më shumë detaje dha Fanol Shala. Është një ditë që shumë breza përpara kanë sakrifikuar që ne sot të gëzojmë këtë ditë shajt, dhe ne po punojmë shumë për me pas sa më mirë për gjeneratat e tjera, me pas një historik të mbarë dhe me një përfaqësim sa më të mirë në arenën ndërkombëtare. Obiliqi sot është simboli i rezistencës dhe i qëndresës. Nga renojat e luftës, qyteti ka rilindur me shpresë, duke e kujtuar të kaluaren dhe duke ndërtuar për të ardhmen.